بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa taala, pa që mëshira Allahut lutet më të mirën qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Dhe të nderuar ata të cilët ishin prezent mbram, kena folur për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregonte se si ka mundësi apo cilat janë kushtet që një besimtar të arrijë kënaqësinë e besimit apo ëmbëlsirën e imanit. Dhe thamë se ajo nuk është ëmbëlsirë sikurse ëmbëlsira të cilat e përjetojmë në trup, është një ndjenjë e veçantë, të cilën nëse ka qef dikush mi tregu, nëse don dikush mi shpjegu dikujt, nuk ka mundësi që t'ia shkruan me fjalë. Dhe këtë më së shumti ndoshta kena ndjen në momentet kur dikush për shembull ka vizitu qapën, ose në momentet kur ka filluar Ramazani, ose në kohë të iftarit e kështu me radhë. Dhe kjo ndjenjë si dush, më thonë, mund ta thuash, por nuk ke mundësi t'ia shprehësh dikujt dhe t'ia tregosh dikujt se çka ndjen me të vërtetë dhe nuk e kupton këtë vetëm ai i cili, domethënë ai i cili e ka ndjetë atë. Kena përmendur se çështja e parë me të cilën ka mundësi apo është prej kushteve që besimtari ta arrijë dhe ta shijon në ëmbëlsirën e këtij besimi, është që domethënë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'jenë më të dashurit tek ai. Dhe kena folur diçka sa i përket më thonë dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe siç thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, nuk ka mundësi një person i cili e ka shiju dhe e ka përjetu dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, që ky person të vën në zemrën e tij dikon tjetër dhe ta don dikon tjetër, në qoftë se, me thonë realisht në zemrën e tij gjendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Normal, kjo nuk kupton që njeriu të mos don tjetërkon, po në pozitën e parë, në pjesën më të rëndësishme, çdo herë prioritet tek ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe ka thënë Ibrahim ibn Ali, ka thënë nëse ti e don dikant, thënë nëse e don, do të thonë dikant, ti do ta patjetër është ta njohësh atë. Dhe nëse e njeh, ti do ta përmendesh atë. Dhe nëse e përmend atë, ti do të kënaqesh me përmendjen e tij. Edhe një herë, nëse një person e njeh dikant dhe e don atë, dhe nëse e don, do ta përmend atë, dhe s'ka mundësi që ta don dhe ta përmend dhe të mos kënaqet pastaj duke e përmend atë. Edhe lutem Allahu subhanahu wa taala të jetë kjo gjendja jonë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Është e rëndësishme ta duam Allahun subhanahu wa taala, edhe pse këto janë tema të cilat duhet trajtohen në ligjërata, po edhe diçka është e rëndësishme. E rëndësishme është që edhe Allahu na dosh neve. Edhe kjo është e rëndësishme. Se unë mund të thonë unë dua Allahun, tamam. Pyetja e parë është, a më do Allahu mua? Apo cila është mënyra që unë ta fitoj dashurinë Allahut subhanahu wa taala? Ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që hadithin e transmeton Ebu Hurajra dhe ka shënu Imam Buhariu, thotë se nuk afrohet robi me diçka më të rëndësishme tek Allahu subhanahu wa taala se sa mesindet të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka bëu atij obligim. S'mundesh më afru tek Allahu subhanahu wa taala me diçka tjetër më të madhe se sa mesindet që ti ka bëu obligim. Pretendimet tona, unë kam zemrën e mirë, unë e du gjithëve të mirën, unë e du Allahun, tamam, gjitha janë rregull. Pyetja e parë të cilën duhet më bëj vetes, a i kryen obligimet të cilat na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala dhe a largohen nga ndalesat të cilat na ka thënë të largohemi Allahu subhanahu wa taala? Nëse këtu gjejmë përgjigje pozitive, të dinë se jena rrugën në fitimin e dashurisë Allahu subhanahu wa taala. Nëse këtu kena problematik të përgjigjemi dhe nuk dim çka themi, po xhama, si të nisish me ama dhe si të mos kesh përgjigje për këtë, atëherë edhe rrugës për ta fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa taala nuk jemi.
që Allahu subhanahu wa taala ta përmirëson gjendjen tonë. Pastaj thotë nëse se njeriu afrohet shumë tek Allahu subhanahu wa taala me këto vepra obligative, i duhen edhe disa vepra vullnetare, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është hadith kutsi se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, dhe vazhdon të më afrohet robi jem me vepra vullnetare pasi që i kryen veprat obligative derisa unë ta dua atë. Këtu fitohet dashuria Allahu subhanahu wa taala. I ke bërë gjërat obligative, pastaj i bën gjërat vullnetare, suneti, agjerim nafile, namaznate kush ka mundësi, dhikr Allahu subhanahu wa taala, i afrohesh derisa i bëhesh i dashur i Allahu subhanahu wa taala, dhe kur arrin këtë gjendje, thot Allahu subhanahu wa taala, jam dëgjimi me të cilën dëgjon, jam shikimi me të cilën do të thon sheh, dhe do të thon ajo ecja me të cilën ai ec. Çfarë do të thon kjo? Përmend Allahu subhanahu wa taala gjymtyrët dhe dietarët kur kanë folur për këtë hadith, kutsi kanë thënë 3 sende i përfiton njeriu nga kjo derexhe e dashurisë të ndërsjellët mes tij dhe Allahu subhanahu wa taala. E para është se Allahu subhanahu wa taala i jep shëndet në trupin e tij. I jep shëndet në gjymtyrët e tij. E dyta, Allahu subhanahu wa taala i jep bereqet në gjymtyrët e tij. Dhe e treta, Allahu subhanahu wa taala i lehtëson atij të bën punë të mira me këtë gjymtyrë. Këto janë 3 sendet të cilat i fiton njeriu. Do të thonë, të bën ty Allahu subhanahu wa taala që me jetu për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon hadithi të cilën e kena thënë në fillim, thotë mos jetë kërkush me i dashur se Allahu dhe pejgamberi. E ka Allahu subhanahu wa taala nuk ka thonë këtu Allahu pastaj pejgamberi, po ka thonë Allahu dhe pejgamberi. I ka përmend, do me thonë, të ngjitura njëna me tjetrën. A dini pse? Se s'mundet duhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëse s'duhet Allahu. Dhe rezultati apo arsyeja pse e dojmë ne Muhamedin sallallahu alaihi wasallam është për shkak të Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri, ka qenë si gjithë njerëzit para se është bërë pejgamber. E ka ndash njerëzit si shkak i sjelljes së tij. E ka ndash si shkak se ka qenë i mirë. Por dashuria në momentin ku Allah ka thonë ky është pejgamberi im i fundit dhe ky është i dashurim, ka ndryshuar komplet 180 shkallë dhe ka do të thonë ka ndryshuar komplet qasja derisa janë bërë sahabët në atë do të thonë pozitë, në atë gjendje ku i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, nuk ka mundësi që me besu si duhet asnjëri prej juve hatta ekun derisa unë nuk jam e habbu ilay tek ai më i dashur se waledihi wa walidihi wa nasi ajmin, më i dashur se fëmijët e vet, se prindit e vet edhe se gjithë njerëzit. Omeri radiallahu anhu si shkani transmetim tjetër, i ka thonë ja Rasulullah, ka qenë burve, ka qenë i drejtë, e kupton? Nuk ka thonë po, ka thonë ja Rasulullah, unë i du më shumë se ketë, ama jo se vetja, të kallëzoj drejtë. Ka qenë i drejtë, burr, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mujtë ai me thonë Allah, mashallah, alhamdulillah, se kena na, po pejgamberi alayhis salam. Omeri ka qenë Omer, ai ka thënë ja Rasulullah, unë e du më shumë se familjen time. Qëso është për me dekë ma para dekën familja jeme, se sa që dekën ti. Ama me mu probleme kom se du vetën, si shdo kush për neve. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo o Omer. Dalet Omeri, thot ja Rasulullah, jema i dashur të unë se vetja ime. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ane ja Omer. Tash Omer po. Tash po. Pra, është në qatë pozit ka qenë të ato burra që kur kanë dalë, për shembull në betejën e Uhudit, ka dalë Talha, kanë dalë të tjerë, i kanë prit shigjetat në gjyksin e tyre që mos me godit diçka Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë qenë. Kjo do me thonë me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ato sahabe me të vërtet për këtë kur i kanë pa ato ambasadorët të cilët kanë ardhur në taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë pa se çka bëjnë sahabët mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa e madhrojnë, sa e nderojnë, sa e vlerësojnë, ka thonë kur s'kena pa dikush me vlerësu priset e tyre, sikur se e veprojnë të shokët e Muhamedit. Kjo s'është normale. Kjo s'është normale.
Çka bojnë këto njerëz? Mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është normal, edhe nuk është prisa, se ato prisa të cilët ju kanë dhënë poste, ju kanë dhënë pozita, ju kanë dhënë pare, s'ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka dhënë aty në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, dashuria jonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është si rezultat i vlerësimit dhe i nderit dhe i mësimeve që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ndaj tij profeti. Andaj, ne dojmë të dërguar e Allahut më shumë se vetën tonë, më shumë se familjen tonë, se Allahu subhanahu wa taala na ka thënë me dashur. Se Allahu subhanahu wa taala na ka thënë me dashur. Pse përmendet kjo? Pse Allah e ka përmend? Me na dhënë neve një mësim. Që ju njerëz zguxonin me dashur kërkont para Allahut. Ka disa njerëz kur përmendet Allahu, kur flitet për Allahun, rrini qetë, nuk ndjen mallëngjim takimit me të, nuk ndjen munges, do me thonë, i duket, do me thonë, se ndjenat, shumë gjatë be këmë më shku për jetës teme, dhe rëkut vit, varrosim, të rinjallem, dalë të takoj Allah subhanahu wa taala. Më shumë ndikohet, më shumë emocionohet, më shumë ka mal të takon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në haud në të liqenin ku do t'i pret ose në xhenet, se sa takimin me Allah subhanahu wa taala. Jo vëzër, duhet renditje. Allah subhanahu wa taala është ai për të cilin zemrat e besimtarëve rënqethen, është ai për të cilin kanë luftuar musliman, është ai për të cilin është derë gjak, është ai për të cilin janë fliju shpirtra, është ai për të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lëndu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka luftu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dëmtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përzon për vendit e tij. Për hir të kuj? Për hir të Allah subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, ne si besimtar duhet që fillimisht ta dojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe si shkak i dashurisë tonë që kena për Allahun subhanahu wa taala, ta dojmë kënd, ta dojmë edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që të mos e zgjat shumë, kur themi se çka do me thamë me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht vëllezër, ka përmend Allah subhanahu wa taala ka në surën At-Tawba, ka në surën Al-Ahzab, që mos zgjatet, kryesori është duhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu vendos i parin listë para çdo kuj. Pas Allah subhanahu wa taala është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi një problem. Ne kur e lexojmë një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose një sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kanë ndalu pejgamberi, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne një shikojna çka thot baba, çka thot nana, çka thot tezja, çka thot halla, çka thot djali i axhës, mos preket djali i hallës, mos preket djali i hallës, djali i hallës, kështu e çojna na me breza. Në fund çose mundna na mi bë këtë senet e bojna. Jo. A ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ukri? A ka na mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ukri? Dorzohena, ato i kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka? Semina wa atana. Kur ka ardhur puna me luftu i ka thënë, oj dërguari i Allahut, kur i ka pyet ansarët, ka thënë ja Rasulullah, çka mendon se na po të thojna do me thonë, na po të thojna se si i kanë thonë shokët e Musës, idhhab anta wa rabbuka faqatila, shkore ti dhe Zoti jot lufto. Wallahi jo i dërguar i Allahut, thot me na thonë ti me ecë në përdet, ne kena me ecë mas teje. Thot ecë ti para, na me ty e na i dërguar i Allahut, komplet me fiset tona, komplet me familje tona. Jena të gatshëm çdo send flijojna o i dërguar i Allahut. Kështu kanë qenë vëllezër besimtarët. E dyta është mirësjellja me të. Kur të përmendet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të kesh respekt, të kesh nder. Thot Allah subhanahu wa taala që keni besuar, mos e ngrit mizanin tuaj për mizanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, ka qenë në mesin e sahabëve. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ngritet zani ndaj fjalës tij. Vjen hadithi, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vjen mirë, s'vjen mirë, mbohet qefi, s'mbohet qefi, e uli kryt, e mshiri gojen, ka zë respekt ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E treta është vëllezër, pasimi i sunetit të tij. Sa më shumë pasohet suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është dëshmi se e dojmë. Bile si shtrejnë djetarët, e ka përmend Hasan al-Basriu dhe të tjerët, Allahu subhanahu wa taala i ka sfidu të gjithë njerëzit të cilët kanë thënë e dojnë Allahun me një ajet Kuranit.
Kull in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ju që po thoni e dojnë Allahun, i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thuj atyne, nëse ju për në me doni Allahun, ndisni mu që se doni me ndjek Allah, që se doni me udasht Allah subhanahu wa taala. Nuk ka ti me pretendu unë e dua, tamam, kallzon, ku i ki jetën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në jetën tënde? Ku i ki sunetin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jetën tënde? Dhe kur flasim për sunetin vëzër, nuk flasim për sunetin për shembull veç për një pjesë, për një ekrën ose jo, sjellja jon. A është me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Morali jon është me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Respekti jon është me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Respektimi më të moshmit, mëshira me të voglit, sjellja me muslimanin, sjellja me jo muslimanin, sjellja me familjen, sjellja me prindrit, këto janë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Plot 3, mi vet, sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij nuk e din, ama e din shumë sunete tjera të dukshme. Mi vetë, si ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku kam pas dhe një problematik, nuk e din. Si ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka pas dhe një problem shtëpi, nuk e din. Si ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka pas dhe një mospajtim me sahabëve, nuk e din. Ne duhet ta jetojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahun subhanahu wa taala të na bëjë neve prej pasuesve të tij. Dhe e katërta vëllezër, dhe me këtë do të përfundojmë, është të kena respekt ndaj familjes së tij dhe ndaj shokëve të tij. Nëse çohet dikush dhe na flet keq për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për nanat tona besimtare, duhet t'i mbrojmë. Duhet ta mbrojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duhet t'i mbrojmë edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith përgëzues. Lutë Allahu subhanahu wa taala të na bën neve pyetje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për njerëzve të cilët më shumti ndojnë mua, janë disa njerëz të cilët nuk më kanë takuar. Janë njerëz të cilët do të vinë pas, që takohen me mu, do t'jenë gatshëm të flijojnë komplet familjen e tyre. Do t'jenë gatshëm të flijojnë gjithë shka të shtrejnët që t'ju jepet mundësia të takohen me mu. Pra, është aludim kjo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i dashur për ata. Me ditë se ato vdesin këtë moment dhe i lënë familjet e tyre, është më i dashur për ta të vdesin dhe takohen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se sa të jetojnë njëri me tjetrin. U ka Ibn Muhsin në momentin kur i hypen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e fundit dhe i thot sahabeve, o ju besimtar, ka mundësi që ne mos takohena, nëse diku i ka bë padrejti, le të vjen tash t'ia kthej hakun. Çohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hypen në minber dhe i thot, ku i ka bë padrejti, le të vjen, se s'du me shku tek Allahu subhanahu wa taala dhe dikuj për juve i ka bë padrejti. E ulin kokën sahabët, ju mbushin syt me lat, çajm, çohet në mesin atyre njani dhe i thot, ja Rasulullah, thot mu më ke bë padrejti. Sahabët çojnë kokën, thon kush është ky njeri që çohet dhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili çante për muslimanët, u çante natën çante, o Zot, nëse ti i dënon, ato janë robërit tu, po nëse ti falet, ti e falës. Për neve u lutte vëllezër. Për shokët e ti u lutte. Për neve që do të vinë më vonë lutte. O lutte, o Zot, mos e dëno ummetin tim. Mos i dëno këto njerëz të cilët do të vinë pas meje. Çohet ai personi atje dhe afrohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot une, i thot hajde. Ofrohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bini hyp nalt para njerëzve, të kom bo zullum, hajde me rehakun. Hypen aty nalt, i thot u kashe bin Muhsin, thot ti po kërkon hak për meje? Thot po ja Rasulullah, me dal dikush për munafikve, me dal për dikush për armiqve, me dal dikush për jahudive. Thot u kashe? Thot po ja Rasulullah. Thot çfarë hakut, çfarë kom bë? Thot në ditë kur kena dalë në betejë, ja Rasulullah, kur i drejtojshe safet, e ke pas një shkop edhe të i drejtu safet, mund ke vra këtu. Thot ja Rasulullah, unë do mi marr hakun tem. Ka thënë, nuk ka që unë kom bë dua për ty që Allah me të shtin xhennet. Kom bë dua për ty, ka thënë, ja Rasulullah, unë e do hakun tim. Ka thënë, shkoni merrni shkopin, me cilën i kom rreshtu safet për në luftë, dhe shkeni marrin shkopin dhe japin Ukashës,
që të merr hak nga kush? Nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E merr shkopin edhe çon shkopin që ta shohin gjithë njerëzit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon rrobën e tij, e çon teshën e tij dhe i thot Ukashës, merr hak. Merr hakin tonë që të bëhet padrejti. Dhe Ukasha në ato momente e hudh shkopin dhe shkon e puthën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot, Ukashe, çka bën kështu? Çka është puna jote? Thot, ja Rasulullah, e kuptova se ti po largohesh nga ne. Dhe ku ndash që takimi i fundit me trupin tem, tjetë me ftyrën time. S'kena hak, ja Rasulullah, na këti. Andaj vëzërë ne. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë sindet më të shtrejta me na ardhë neve Islami këtu. Me na ardhë neve vërteta këtu që na me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Ka mujt me majt dinin vetë dhe me hynë xhenet. Po për neve është mundu, ka vujt, është lëndu, e kanë thy, dhe me thamë dhambët, ka ranë gro, e kanë përzampi vendit vetë, e kanë gjujt me gur, vetëm që neve me na ardhë kjo Islam. Andaj vallahi, Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit më të shtrejtë. Allahu si krijues dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si njeri. Janë gjëja më e shtrejtë për neve. Ata të mos ishte Allah subhanahu wa taala të mos e dërgonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ne ndoshta do të jetonim në kufër sot. Ato janë arsye shpëtimit ton dhe shpëtimit familjes ton. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi.